Përshëndetje të dashur miq, jemi në vjeshtën në sezonën e mollëve. Nëse edhe juve në shtëpi u gjinden disa mollë tepër, sugjeroj që ta provoni këtë ëmbëlsirë me molla. Mund të përdorni molla të kuqe, mollë të verdhë, mollë jeshile, ajo mbetet sipas shijeve të juaja. Unë do t'i kombinoj 2 mollë të kuqe dhe 2 mollë të verdha. Vazhdojmë fillimisht që t'i pastrojmë mirë me ujë. Nga mollët e kuqe nuk do të largoj lëvoren, vetëm i kam larë mirë me ujë dhe i kam terë. Do të vazhdoj që t'i prej mollët kështu në copëza më të vogla. Do ta shihni pastaj se sa bukur do të rinë në ëmbëlsirën që po e bëjmë gati. Vazhdojmë në njëjtën mënyrë një herë t'i prejmë 4 mollë. Mollët i kemi gati, vazhdojmë që ta përgatisim brumin e ëmbëlsirës. Në një tenxhere më të vogël, shtoni 125 gram gjallë, mund të përdorni edhe margarinë, mund të përdorni edhe vaj, por më besoni se me gjallë kjo ëmbëlsirë bëhet shumë e mirë. E vendosim në zjarr dhe presim derisa gjalpi të shkrihet. Në një tjetër ku do ta formojmë brumin, shtojmë 3 vezë të plota në ambient dhome për 2 deri në 3 orë. Gjithmonë kur përgatitni ëmbëlsira, vezët nuk duhet të jenë nga frigoriferi. Vazhdojmë që të shtojmë 7 lugë gjelle me sheqer. Nëse juve ju duhet më tepër, ose ju duket shumë, mund të shtoni sheqer sipas shijeve të juaja. Por unë mendoj se 7 lugë gjelle janë mjaftueshëm për këtë ëmbëlsirë. Nuk kemi nevojë për mikser në këtë recetë, e gjithë përzierja do të bëhet me dorë. Vetëm pak përziejmë derisa sheqeri edhe veza të bëhen bashkë. Vazhdojmë shtojmë 250 ml me qumësht. Vazhdojmë që ta shtojmë brenda edhe gjalpin e shkrirë. Përzijejmë edhe një herë, derisa gjithë produktet që kemi shtuar në brenda bëhen bashkë. Vazhdojmë ta shtojmë miellin. Miell do të shtojmë dikon nga 8 deri në 9 lugë gjelle, por do ta shtojmë sipas nevojës, e shohim se sa do të ketë nevojë. Pasi ta shtojmë miellin, shtojmë vanilë sheqer, si dhe një pako pluhur për pjekje. Dhe vazhdojmë me një herë përzijejmë dhe ta shohim datësinë e brumit, a i kemi tamam të trash. Mielli gjithmonë ndryshon nga marka e miellit që po e përdorni, ndryshon nga madhësia e vezës që ka qenë, po ashtu ndryshon edhe nga madhësia e gotës cilën e keni përdorur gjatë përgatitjes të ëmbëlsirës. Për atë arsye mielli asnjëherë nuk mund të jipet fiks. Atë gjithmonë do ta kontrolloni ju vetë. Shtova edhe një lugë gjelle tjetër me miell dhe tani më konsistenca e brumit është tamam sa duhet për këtë ëmbëlsirë. Dhe në total unë shtova 9 lugë gjelle me miell. Brumi për këtë ëmbëlsirë nuk duhet të jetë shumë i trash, pak më i hollë se sa kek normal kur bëjmë gati. Tani te brumi që kemi përgatit, i shtojmë mollët e prera. Dhe përzijejmë. Merrni një tepsi me numër 28. Poshtë tepsisë dhe në pjesët anësore shtroni letër për pjekje. Në këtë mënyrë do të mund që ta nxjerrni shumë lehtë ëmbëlsirën pasi që të pjeket. Brumin që e përgatitëm, vazhdojmë ta shtrojmë tani në tepsi. Sipër mund t'i shtoni edhe ara të bluara, por unë do t'i shtoj badema të coptuara imët. Nëse nuk keni nga asnjëra, mund ta lini ëmbëlsirën ashtu si është vetëm me molla, pasi nuk i mungon shija as pak. Dhe tani vazhdojmë që ta pjekim në furrë dhe para ngrohur mirë, do ta pjekim dal nga dal duke mos e ngutur ëmbëlsirën në 180 gradë, diku preferuesisht 40 minuta. Sigurohemi që mollët do të piqen mirë. Ëmbëlsira tani është pjekur, është vale nxehtë, vetëm se e kam larguar nga fura,
Dhe fillojmë që të ftofet dikom për afërsisht 5 deri në 10 minuta, pastaj do ta shërbej dhe si gjithmonë në fund videos do ta bëj demonstrimin e recetës nga afër. Sipër do të shtojmë pak sheqer pluhur dhe pak karamel. Karameli dhe mollat shkojnë shumë. Nëse keni, nëse nuk keni, mund që ta lini vetëm me sheqer pluhur.